Dreqi gojën jam hangër. Po si gatuhet pula? Pula ose piqet, ose zihet. Ose bajagi. Na, komentatorët në për televizionit bajagi mirë. Që është bre bajagi mirë? Çfarë fjallë është dhe bre bajagi? Situata u agravu në parlament. Shka vre agravu? Dhe që me thënë u përkesu, që është agravu? Kjo fjallë italiane. Dreqi gojën jam hangër të me. Që jam këtu në sheshin e Prishtinës me pyetjen e qytetarëve se sa dim të shprehemi në gjuhën shqipe dhe sa ju pengon qytetarëve, sa dim na si qytetar. Rrini me neve. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Lek Preshi. Basa Lek. Unë kam një pyetje është shumë interesante. Të shprehurit e gjuhës shqipe. Na ka njëherë flasim do shprehje që vërtet as na si dim. Gjuha, para se të flitet e të shkruhet, është logjik. Sepse e shpreh një mendim logjik. E folmja është tjetër, kurse e shkruara është tjetër. Gjuha që po përdoret në për televizionin tona, nga edhe gazetar, edhe analist aty, të merr. Del ajo në kuzhinë dhe thot sot do të gatuajmë një pul me patate, me domate, me karrota e tjerë. Dreqi gojën jam hangër. Po si gatuhet pula? Pula ose piqet, ose zihet. Kjo logjika. Pastaj do të gatuajmë një supë. Supa nuk gatuhet, zihet. Do të gatuajmë një sallatë. Sallata përgatitet. E vërtet? Jo gatuhet. Gatuhet çdo gjë që është prej brumit. E vërtet? Kjo është logjika. Pastaj fjalë të ndryshme pa kurfar kuptimi. Kam parë. Çfarë kam parë? Kam parë jo, po e kam pa. E kam pa, jo parë. E kam pa. E shumë anomali të ndryshme. Na kanë ardhur të shprehje. Të shprehje kanë ardhur prej medjave publike të Shqipërisë. Ata janë të merë. Të merë. Thonë që na i na të merë. Po edhe na bëjmë morëm që të merë. Ato për na i dojnë. Mas ne shenë parlament deputet aty edhe që punojmi, do t'i bojmi, do t'i shkojmi. Këtë e në lokalizma, provincionalizma. Unë e di dialektologjinë që ka të më thonë. Që nuk përdorën jetën publike, përdorën bisedat të ndryshme, private, jo në publik, ose në parlament. Bajmi, shkojmi, punojmi. Bajmë, shkojmë, punojmë, rrëfejmë, e tjerë. A guxojnë mu kurina të media, të institucionet, a guxojnë mu përdor do shpreje, sikur o Albene i hangre qërshijat, oj bëlloj zërafetat që i ka thona e bëlloj zërafet që legojen se këto nuk je në divanhane, e shumë shpreje tjera, dhe me thot tash që po më kujtojnë. Ata do me tërgu aty se din me i përdor disa metafora, i kanë lexuar dikun edhe din me i përdor disa metafora, sarkazma, po këto s'janë për jetën publike. Nuk janë për kuvend? S'janë për kuvend, po jetën publike, aty e shohin kuvendin të gjithë. Kjo, duhet me pas kujdes. Po edhe kjo nuk është në rregull. Po në media, unë e përdori shumë fjalë që janë prej gjyshërve tonë, po ta thamë edhe unë prej veti po nisna. Unë e kam pyet qytetarët, ku ruhet, qysh ruhet pula? Na të gjithë e kemi këtë gjuhë, provinciale, lokale, lokalizma, të gjithë e kemi. Të gjithë, po në jetën publike, kam fjallën për media, për të gjithë, nuk do të përdorën të fjallë. Nuk, bajagi. Na, komentatorët në për televizionit bajagi mirë. Që është bre bajagi mirë? Çfarë fjallë është dhe bre bajagi? Bukur mirë. Kemi fjallën e shkëlqyshme shqipe. Situata u agravu në parlament. Shka vre agravu? Dhe që me thënë u përkesu, që është agravu? Kjo fjallë italiane. Dreqi gojën jam hangër të me. Ta zemrën sa mirë. Po nuk kemi gjohë më të shenjtë.
populli shqiptar nëse ka një monument të gjallë, vetëm gjuhën. Gjuha e ka shpëtu këtë popull, se sikur mos ta kishim pas gjuhën, të cilën sultanët me dekret, me ligj, na e kanë ndalu, na sot kishim hup. Për këtë arsye kemi obligim të gjithë me rujt. Po le vetëm me rujt, po me fol mirë, me fol drejt. A ka, a na rjedh kjo, mos të shprehu të gjuhë shqipe bukur dhe mirë, a është problem i qasja i mësimit prej fëmijë, prej arsimtarve, tante familja? Arsimi, shkolla, edhe familja, edhe vetë personi, du të më kujdes për këtë punë. Po dhe profesorat të gjuhë shqipe? Po sigurisht, jo vetëm gjuhë shqipe, po të gjithë. Në studio analiza thëtë, bajag i mirë, bajag i keq, po shka e bajag i... Kegi o rritë në mëre. Po me bo me hapit pak bagl në dele të bagla. Jo, në shu, gjdo studio. O, se me shkrim, me të pëlqit, si kur ti kisha pas, 2 barka njënë e kisha pëlqit më njerë. Serioze? Kur ti kisha? Trujt zoti, faleminderit shumë. E ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjanat e mira, i sjellën veç në Kosova Info ju informon për çdo gjë. Faleminderit shumë.